Rreshjet e së mërkurës kanë shkaktuar probleme edhe në Vllahin, kur shqitja e dherave ka bllokuar rrugën dhe ka penguar qarkullimin e automjeteve nga fshati Peshkëpi drejt Vllahinës dhe Poçemit, si dhe ana Sjeltas. Kjo rrugë ishte riasfaltuar pak kohë më parë duke u lidhur me rrugën e re të Poçemit, që shkon drejt autostradës Levan-Tepelen, ndërsa është inauguruar vetëm pak muaj më parë. Megjithatë, shkarja e dherave ka shkaktuar probleme, ndërsa aksi rrugor është bllokuar për rreth 45 minuta, duke krijuar trafik dhe bllokim të mjeteve që lëviznin në këtë segment. 10 mjete janë detyruar të qëndrojnë në pritje deri në largimin e dherave dhe hapjen e rrugës. Situata e krijuar këtë mërkur nxori në pa dhe problematikën e mungesës së barierave mbrojtëse në anë të rrugës, aty ku si pasojë e rreshjeve situata u vështirësua, duke bllokuar dhe lëvizjen e banorëve të disa fshatrave në zonë.